Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe kushdo që i jep për të pirë qoftë edhe vetëm një gotë ujë të freskët ndonjërit prej këtyre të vegjëlve në emër të një dishepulli, në të vërtetë ju them që ai nuk do të humb as pak shpërblimin e tij. E besoni apo jo? Shumica e njerëzve në botë jetojnë një vakt larg urisë. Çdo ditë ata blejnë ushqim me paratë që fitojnë po atë ditë. Nëse nuk kanë punë të përditshme, familjet e tyre do të mbeten pa ushqim. Sipas Kombeve të Bashkuara, 25.000 njerëz vdesin nga uria çdo ditë, ku 10.000 prej tyre janë fëmijë. Varfëria është shpesh vdekje prurse. Edhe nëse keni punë të rregullt, do të përballeni me kriza të dhimbshme. Kur jeni vetë të uritur, nuk mendoni shumë për të tjerët. Por një ndjekës i Jezusit nuk i përgjigjet kurrë urisë me ky nuk është problemi im. Askush nga ne nuk mund të ndryshojë gjithçka, por të gjithë mund të ndryshojmë diçka. Nëse keni shumë pak, mendoni për rrethin e ngushtë. A keni 2 feta bukë? Gjeni dikë që nuk ka asnjë dhe ndajeni një me të. Nëse nuk njihni njeri, kërkoni dhe do të gjeni dikë në nevojë. Kur je i varfër, asnjë ndihmë nuk është shumë e vogël. Jezusi na tha se edhe një gotë me ujë të pastër ja vlen të jepet. I japim lavdi Jezusit, kur mendojmë më shumë se si t'i japim, në vend se si mund të marrim. Ashtu si gruaja e varfër, që mundi të ndajë një copë bukë, nuk duhet të kalojë asnjë ditë që ne të mos ndajmë pasuritë me të cilat jemi të bekuar me dikë që ka më pak. Çdo veprim i vogël, në dukje i zakonshëm, që tregon kujdes për dikë tjetër, bën ndryshim dhe është bindje ndaj Jezusit. Me kë mund të ndani diçka sot? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.